Kemi kërkuar nga ti t'i shkruash një letër vetës. E ke bërë? E kam bërë. Është hera e parë kjo, apo i ke shkruar ndonjëherë vetës? Shiko, unë si natyrë që shkruaj, her pas here jam përpjekur t'i shkruaj vetës, por kjo është hera e parë që i shkruaj vetes time të vogël. Okej, me kënaqësi po të dëgjojmë. Letër për Denisën e vogël. E dashur Denisa e vogël, më në fund po të shkruaj. Më fal që u desh kaq gjatë. Më fal që shpesh të lash pas, duke vrapuar pas ëndrave që s'të pyesin nëse do ishe mirë. Më fal për netët kur duhet të qaje, e unë zgjodha të hesht, sepse mendova se të rriturit nuk qajnë asnjëherë. Ti ishe më e mençur se unë, ti dije të ndjeje pa frikë, të besoje edhe kur të gënjenin, të dashuroje edhe kur nuk ta kthenin, ndërsa unë me kalimin e kohës mësova të mbrohem, mësova të mos tregoj gjithçka, të mos besoj me njëherë, të mos i jap zemrën askujt pa e menduar, por ndonjëherë ndjej se më mungon mënyra jote naive për ta parë botën me dritë. Nëse do të mund të isha pranë teje tani, do të thoja, mos ndrysho asnjëherë për t'u pranuar, mos u përkul për të ruajtur dashuri që duhet të të mbanin drejt, mos u tremb nga ëndrat e mëdha, sepse një ditë do të jetosh. Do të flasësh përpara shumë njerëzve, do të frymëzosh të tjerë, dhe do të kuptosh se nuk e nevojë të jesh perfekte që të jesh e bukur. Ti dhe unë jemi e njëjta grua, ti me këmishën e njollosur nga boja e lapsit, dhe unë me fustanin elegant përpara kamerave. Por brenda të dyjave jeton e njëjta zemër që kërkon paqe. Sot të përqafoj fort, të premtoj se nuk do të të lë më pas. Do të ecim bashkë, unë me urtësinë time dhe ti me dritën tënde. Përgjithmonë Denisa e rritur. Faleminderit shumë. Mbajta disa shënime shpejt e shpejt se çfarë i ke shkruar Denisës të vogël që ti zbërthejmë tani këtu në studio. The që me kalimin e kohës ke mësuar të mos tregosh gjithçka, të mos besosh më njëherë, të mos i japësh zemrën askujt pa menduar. Kur e mësove këtë? Kishte një rast specifik apo një reflektim të veçantë? Kam përshtypjen që ai reflektimi i veçantë nuk mund të them që ka pasur një rast specifik. Mund të them që kanë qenë vite dhe momente të jetës time. Patjetër që me rritjen, me kalimin e viteve, të gjithë kemi edhe ato zhgënjimet tona në jetë, dhe unë patjetër që nuk mund të bëj dot përjashtim nga pjesa e gjithë këtyre personave që kanë pasur zhgënjime në jetën e tyre. Dhe në momentin që ti ke zhgënjime shumë të forta, dhe ndonjëherë zhgënjimet më të forta janë ato zhgënjime që vijnë nga persona tek të cilët ti ke pritshmëri shumë të mëdha. Dhe ato janë ato që shënojnë jetën tonë, pra ato janë ato që lënë një gjurmë shumë të madhe. Në momentin që ti ke një pritshmëri shumë të madhe tek një mik apo te një partner apo te një person i afërt, dhe të zhgënjen shumë, mendoj që ajo fillon dhe lë një shenjë në veten tënde, në karakterin tënd, personalitetin tënd, në mënyrën se si ti e sheh botën më pas, në mënyrën se si ti i krijon më pas raportet me personat. Dhe patjetër që unë kam pasur ato momentet e mia, dhe kjo më ka bërë që ndoshta mos t'i shikoj njerëzit me atë zemrën e hapur që Denisa e vogël do t'i shikonte, apo i ka parë në fëmijërinë e saj. Dhe kjo më bën që të mbrohem. Kjo më bën që të mbrohem sepse zhgënjime të tjera nëse do më vinin pra në jetë, do më lëndonin shumë. Dhe kjo është një lloj mburoje e imja që ja vendos ashtu vetes për mos të zhgënjur më. Tani këto zhgënjime janë diçka që mbeten gjithmonë aty, apo janë një forcë për të përballuar situata dhe rrethana të njëjta? Nëse do më kërkoje se si i shoh tani, i shoh si mësime. Në sensin që janë zhgënjime që mua patjetër më kanë mësuar gjithsecila prej tyre gjëra të ndryshme. Dhe janë mësime që vlen shumë. Ndonjëherë edhe vuajtja është diçka që ty të vlen. Të vlen për të mësuar më shumë, për të bërë më i mençur. Nëse nuk do kishim zhgënjime në jetë, nëse nuk do kishim vuajtje në jetë, kam përshtypjen që atë mençurinë apo atë intuitën më pas për të kuptuar situata të caktuara apo drejtime të caktuara që ne duhet të marrim, ta kishim pamundur të ti kuptonin. Kështu unë i shikoj si mësime shumë të mira tashmë. Nuk më lëndojnë më kur i mendoj. Marr parasysh atë çfarë ka kaluar shoqëria shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë, po them